Vdekja e Shpat Kasapit ka sjellë një trishtim të madh në estradën shqiptare, por jo vetëm. Të gjithë personazhet e estradës kishin një fjalë për të, por këngëtarja Tuna u rikthye pas në kohë duke folur për fillimin e tyre si fëmijë. Unë dhe ti Shpat ecëm nëpër shumë rrugë bashk. Ishim shok klase. Ishim fëmijë të bekuar me prindër që na mbështetën në ëndrat tona për muzikën. Ishim adoleshentët që provuan barrën e popularitetit para se ta kuptonin çfarë do të thoshte ajo. Ishim të rinj që në betejat nga Shkupi të depërtonim në Prishtinë, Tiranë dhe kudo që ka shqiptar dhe ja dolëm Shpat. Ti ja dole, sot kënga jote jehon në çdo qytet, në çdo shtëpi, në çdo zemër ku flitet shqip, sepse ti le shumë pas. Le muzikë që do të mbajë emrin tënd të gjallë për herë. Le buzëqeshjen tënde, atë buzëqeshje që nuk u largua asnjëherë nga fytyra jote. Le porosin, se të jesh i mirë, të jesh i pastër, i qetë, i dashur, është vlerë e njerëzimit. Artisti e bëri një premtim për djalin e të Ndirit, i cili tani është vetëm 3 vjeç. Shpat Kasapi, miku ynë, ti ishe dhe do të jesh pjesë e një brezi të artë, do të vinë emër të tjerë, do të krijohen këngë të tjera për vendi yt. Drita jote nuk do të zëvendësohet. Dhe nëse një ditë Roeli vendos të ngjitet në skenë, unë do të jem aty. Të premtoj, do ta mbështes ashtu si dikur që ne mbështetëm njëri tjetrin. Ky është premtimi im për ty, deklaroi Tuna, duke treguar mirënjohje për kohën që ka kaluar me Shpat Kasapin. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.